hyer përgjigje. Ndërkohë ish kryetari i Kuvendit, tani zëvendës kryeministër Glauko Njufca ka mirëpritur vendimin e Komitetit të Rajoneve të Bashkimit Evropian për të hequr nga përdorimi asteriskun dhe fusnotën për Kosovën në dokumentet e tij zyrtare. Njufca që njëherësh është edhe ministër i punëve të jashtme, me anë të një komenti në rrjetet sociale ka theksuar se ky hap e afron këtë institucion me qëndrimin e Parlamentit Evropian dhe sjell më shumë qartësi institucionale në lidhje me perspektivën evropiane të Kosovës. Njufca gjithashtu ka shprehur falënderim të veçantë për Gillian Kuglan, kryetare e grupit të punës për Kosovën në Komitetin e Rajoneve dhe raportuese për zgjerimin, për mbështetjen e saj parimore dhe angazhimin e vazhdueshëm për Kosovën. E ajo që lobon në vazhdimsi kundër këtyre sukseseve për Kosovën është Serbia. Presidenti i së cilës, Aleksandar Vučić, ka paralajmëruar se javën e ardhshme do të shkojë në një pikë kalim kufitar për të takuar serbët që hynë dhe dalin në Kosovë në përpjekje për të paraqitur si mbrojtës i tyre përballë zbatimit të ligjit për të huajt dhe automjetët. Sipas tij, rreth 10.000 serb, si dhe qindra profesor, mjek dhe mësues që punojnë në veri të Kosovës, mund të prekën nga ky ligj.